Well, I have first to share sensitive information. It was a suspicion, but it became scientific proof from the European Weather Forecast Institute that the persisting and not indigenous rain was brought by the British delegation yesterday morning. I'm sorry. When you leave Europe, you always cry. Every time I head towards an EPC summit, I'm haunted by a 16th century painting hanging in the British National Gallery. The Rape of Europa by the Grand Master of Italian Renaissance, Paolo Veronese. In it, the Princess Europa, young and radiant, stares skyward as she mounts a white bull. The bull is, of course, Zeus in disguise, the king of the gods, who will carry her away to a land from which she will never return. There is something hauntingly familiar in this myth, a resonance that feels all the more acute in the times we live in. Maybe it's because more than being a character or a fixed identity, more than the labels of West or East, liberal or conservative, nationalist or socialist, Europe is a journey. And suddenly that journey has become much harder. Highly distinguished guests and very dear friends, trust me, I struggled to find the right words to express my delight in hosting this European Political Community Summit here in Albania. It is truly... Në Shqipëri është vërtet një nder I jashtëzakonshëm për të gjithë vendin tim, për të gjithë popullin shqiptar, që t'ju mirëpres në këtë vend të gjithëve. E në këtë shtëpi të ndërtuar enkas për komunitetin politik evropian në Tiranë, ku nuk jeni të rrethuar nga makthet e Europës në pikturën e rilindjes e as nga zbrastia e një hapësire të përkohshme takimesh. Jeni të rrethuar nga imagjinata e fëmijëve shqiptar për Europën. Kjo ishte një zgjedhje e qartë për ne, sepse ëndrat e fëmijëve kurrë nuk mbahen peng nga mitet e së shkuarës. Në të kundërt, ato ëndrojnë të ardhmen. Dhe shumë të ngjashme me qëra fjala me ëndrat e etërve themelues të Europës. Në fakt keni ardhur në një moment mjaft domethënës në këtë vend, ku kemi mësuar ta shohim të shkuarën përmes syve të së ardhmes, e jo më ta shohim të ardhmen me sytë e së shkuarës. Në fakt, mbritja juaj vijon një fushat zgjedhore ku Europa ka qenë më e pranishme se kurrë, jo si një çështje që krijon dasi, por si një deklaratë e përbashkët, e pretendimi përbashkët identiteti, jo si një listë politikash, por si një përgjërim I thellë për përkatësi, jo si një grup e grumbull detyra shtëpie, por si një fat I bashkëndar. Ja pse është kaq kënaqësi që fushata u përqendrua te këto fjalë: Europë, identitet, përkatësi. E identitet fitoi më shumë se 52% të votave. Për mikun tim të dashur këtu, Kier, ishte një rezultat mjaft I ngjashëm me referendumin e Brexitit, por me role të përmbysura. 52% për ne për të mbetur, apo në rastin ton për të bashkuar. Po aty ku nuk ishte krahasim, ishte 48% dëshi I mbetur I votuesve. Ata nuk janë euroskeptik. Jo, janë thjesht euro-optimist të pa informuar, të cilët mendojnë që duhet isha shkarkuar me që nuk ja dola Shqipërinë me BE-n shumë kohë më parë. Por në fakt, nuk është kjo, nuk është ky argumenti im. Ideja e Europës së Bashkuar është në mënyrë paradoksale e lashtë edhe krejt e re. Një prej kampionëve të saj ka qenë një francez në shekullin e 18, abati I Shën Pjetrit. Në hirin e traktatit Utrechtit pas vitesh luftë, ai parashikoi bashkimin e shteteve europiane.
një vizion kurajoz, idealist i paqes përhershme. Projekti i tij përfshinte edhe bashkëpunimin me Rusinë, si edhe me Ballkanin dhe shtetet e Mesdheut, që aso kohë ishin nën sundimin osman. Kështu që ma ha mendja që për abatin vizionar, Turqia e sotme do të ishte po kështu një partner i domosdoshëm në një bashkim paqeje të përhershme. Por sigurisht, projekti dështoi, u vra nga interesa pa pesh e kaprico të vogla, siç do ta thoshte Volteri, e u gëlltit nga frika që ka mbajtur për kaq kohë peng Europën. Edhe sot, miti i Europës vazhdon të jetë i pranishëm dhe i ngjan Europës së mbledhur këtu sot në mënyrë të frikshme ka qenë goditse. Ëndra e paqes përhershme është zëvendësuar nga makthi i luftës përhershëm. Në vend të këmbanave të paqes dëgjojmë daullet e luftës. E ka një ndjesi të prekshme sikur mungon fryma, ndërkohë që përballemi me forcat që kërcënojnë vetë themelet e Europës, agresioni i jashtëm, fragmentimi i brendshëm, fantazmat e miteve imperiale, zhvendosja e aleancave gjeopolitike, paqëndrueshmëria e tregtisë globale dhe vështirësia e thellë, shumë e thellë e kaq shumë njerëzve që të besojmë te një Europë e re për kohë të reja. Por besoj se nuk ka moment më të mirë se sa ky për të na kujtuar se ndërkohë që me të drejtë kemi menduar për Europën e qëndresës, të mbrojtjes e të kapaciteteve të reja ushtarake, nuk duhet të harrojmë Europën tjetër, Europën e iluminizmit, të arsyes njerëzore e të përpjekjes për një paqe të përhershme jo vetëm mes vetes, por edhe me armiqtë tanë. Kjo Europë që në një moment të caktuar i dha jetë projektit më pa ngjashëm në historinë njerëzore, Bashkimin Evropian na mësoi se edhe ish armiqt mund të bëheshin bashk, edhe pse me plagë të hapura nga lufta dhe të krijonin një lidhje të përjetshme. Ata kthyen lumenjtë e vjetër të gjakut në rrugë të reja paqeje, duke rënë dakord se konflikti mund të zbutej vetëm përmes tregtisë, se tregtia e lirë është thelbësore për mendje të lira dhe se siguria nuk vjen nga rritja e kërcënimeve, por nga zgjerimi i të drejtave dhe mundësitë e barabarta. Ishte ajo Europë që na mësoi që në mes të konflikteve më të tmerrshme duhet të kemi besim te humanizmi i armiqve tanë, në të kundërt ashtu siç na kujton Immanuel Kanti, kur armiqësitë degenerojnë në luftë shfarosjeje, e gjithë drejtësia shkatërrohet dhe paqja e përhershme bëhet barreza e njerëzimit. Armiqtë e paqes nuk duhet të na tërheqin me vete që t'u thurim lavdi armëve, këtu në Ballkan. I kemi mbijetuar luftës, bombave, konflikteve territoriale, shkatërimit e rënimit. E ka ndodhur gjatë jetës son, jo në ndonjë dokumentar të largët arkivës bardhëzi. E kemi mësuar se paqja nuk ka konkurrent. Ndoshta japse shpresa në atë Europën tjetër është më e madhe këtu. Eurooptimisti më i madh mes të gjithëve ne të mbledhur këtu, në këtë shtëpi nuk jeton në Paris a Berlin, po në Tiranë e Podgoricë, ku besimi në idealin europian i ka rënë të thellë. I kemi mbijetuar kolapsit ekonomik, i kemi mbijetuar migracionit, shpendosjes, i kemi mbijetuar lajmeve të rreme edhe përpara se sa të krijohej ky term, dhe kemi mësuar se bashkëpunimi nuk ka humbës. Ndoshta japse besojmë se Europa mbetet terreni më pjellor për të shndruar rrjetat e zymta të historisë në rrugë të shëndritshme për të ardhmen. Europa për ne është po aq një vend i bashkëndar shpirtëror saq është një mozaik rajonesh, gjuhësh e besimesh të ndryshme fetare. Ndoshta japse ndjejmë nevojën jo vetëm për politika të reja, por për një lloj të ri politike, një politikë e cila ripërcakton jo vetëm atë çfarë jemi, por edhe se si jemi së bashku mes vetes e me botën. Një politikë e cila e sheh Europën jo si një fortesë për të mbrojtur apo një muze për të ruajtur, por si një shpirt i përbashkët që duhet mbrojtur, një
fati të gjithëve për të jetuar e një armë e përbashkët për të ndërtuar. E për ta bërë këtë nuk duhet investojmë vetëm tek qëndresa e tek mbrojtja, por tek zemrat e mendjet që do të mbartin me vete shpirtin e Europës, fatin e Europës dhe të ardhmen e Europës. Dhe më lini t'ju pyes. Shumë të dashur miq. Pse të mos imagjinojmë një KPE të arsimit, të shkencës, e të inteligjencës artificiale, një aleancë ndërkombëtare për te armatimit, një terren burimesh të ndërlidhura dijeje, kërkimi shkencor, inovacioni, ku territoret që nuk janë anëtarë të BE-s apo ende jo anëtarë të BE-s mund të bëhen kufi të ri investimi, pa burokraci, pa rregullime barra fiskale. Një ringjallje e asaj çfarë pasoi rënien e murit të Berlinit, ku Europa perëndimore zbuloi gjysmën e saj lindore, e ku investimet vërshuan në drejtim të lindjes, duke tërhequr të rinj në përqafimin e Europës, e duke nxitur epokën e fundit të mbështetur të rritjes reale, ku nga këto investime pati dividend mjaft të lartë në këta kufi të rinj. Le t'u japim të rinjve të Europës, bizneseve të reja, një arsye më të mirë për të qëndruar se sa të flasim vetëm për armë apo riarmatim. Dhe le t'u japim një motiv të fortë për të ndërtuar, për të ëndërruar në tokën evropiane, në vend që t'i hedhin sytë të shkojnë larg për të ndjekur ëndrat e tyre. Në fakt betejë ajo nuk mund të ketë të bëjë vetëm me qëndresën ndaj asaj çka mund ta bëjnë të tjerët, por duhet të jetë po kështu, diçka që lidhet me atë çfarë ne mund të bëjmë për veten tonë, për fëmijët tanë dhe për Europën tonë. Nuk ka të bëjë vetëm me qëndresën kundër shkatrimit, kjo është apërmend, por ka të bëjë me kurajën për të ndërtuar, për të ringjallur urtinë e historisë sone, për të forcuar besimin në kapacitetet tona njerëzore të arsyetimit. Kur Donald Trump i tha se Zoti e shpëtoi nga plumbi sepse i plot fuqishëm kishte një plan për Amerikën, tha vetëm gjysmën e së vërtetës. Gjysma tjetër është se Zoti kishte një plan edhe për Europën. E nuk mund t'ishte më e qartë se sa kaq. Europa edhe një herë ka një mundësi të dhuruar prej Zotit për të rishpikur veten. Le të sigurohemi që rrugtimi i Europës, i yni në këtë rast, nuk është një udhtim rrëmbimi si në pikturën e Veronezes, por një udhtim kthimi dhe rilindjeje, një kthim në shtëpi, në një shtëpi që gëlon me ëndra për të ardhmen, e çliruar nga mitet e së shkuarës, e pas pak dyshim e mbrojtur mirë, por pa dyshim një shtëpi që nuk ngjan me formën e armëve, por me imagjinatën e fëmijëve tanë dhe të etërve tanë themelues. Një vizion që na takon ne ta sjellim në jetë.